Stadiumi Leskovacit, sa ka mbaruar Leskovskit, sa po ka mbaruar ndeshja, akoma janë vetëm mediat shqiptare edhe pak punonjës të stadiumit. Është fitoria e parë e Shqipërisë mbas 80 vjetësh, mos gaboj duhet kemi fitore diku në vitin 45, ndeshjen e parë Shqipëria ka luajtur me Jugosllavinë asaj kohe. Është atmosfera që e zakonshme, sidomos poshtë në dhomat e zhveshjes, ku ekipi sot do të marri pushim, shihemi të hënën, tha Silvinho. Është në fakt kishte një ndjesi që ndeshja do shkonte mirë, sepse i gjithë ekipi ishte të jetë i motivuar. Ky është, kam përshtypjen, fitore që do kujtohet, sepse e para i hap rrugë Shqipërisë drejt vendit dytë në grup, një mundësi shumë të madhe që tani të shkojmë në play-off, dhe përtej kësaj që është më rëndësishmja, është i fitore në një lloj ndeshje ku ka shumë emocione, ku ka shumë ngarkesë emocionale, ngarkesë historike, po e shoh vetëm si ndeshje futbolli. Absolutisht që sot ne ishim superior në fushë. Pavarësisht se u duk sikur serbët e luajtën topin pak më shumë se ne si kohë, ne ishim dukshëm superior. Kështu që stadiumi i Leskovcit, nuk e di sa emocionuese ishte, të jap disa pamje të gjithë filltimi, nga fillimi në fund, që nga momenti kur mbritëm në Serbi edhe deri në momentin që mbaroi kjo ndeshje. Do t'ju tregoj pastaj në fund edhe pamjet e kthimit në Tiranë. Shihni çfarë atmosfere që ka në stadium. Atje janë vetëm tifozët e Shqipërisë, pak tifozët e Shqipërisë që kanë ardhur. Ky është moment për të mos u harruar fakt. Pas kam në Redi Jupit. Nuk e di, sikur e ndolli presidenti i Serbisë që tha që ata mund të rrafin Serbinë, por ne do të jemi atje. Tani të shohim situatën.